Ajo që ne shpresuam që ishte një plan rrëshqitje deri në 6 metra, rezultoi që nuk është i tillë. Ne kemi rrëshqitje aktive. Masat paraprake të marra për krijimin e bypassit dhe të asaj unazës sekondare nuk rezultuan efektive, kështu që aksi do të vijojë të mbetet i mbyllur. Juve thatë u parashikua, po pse me parashikime eci ma nuk pati fillimisht një studim në kushtet edhe të emergjencës ku ishim, sepse dje u tha që me shumë gjaz do të hapej sot. Pra, a pati një studim të mirë fillim? Atëherë unë thash që ne shpresojmë duke bazuar në analizat paraprake që patëm. Pra, nuk ishte thjesht parashikim, por ne kishim një analizë paraprake të bazuar në 3 sondimet që u kryejnë, në 3 sondat, që tregonte që plani rrëshqitjes mund të ishte, por ne nuk kishim një raport final. Unë atë e thash edhe dje që ne jemi në pritje të raportit final nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar dhe ajo do ishte baza që ne do të veprojmë. Në një situatë tillë, cila do të jetë zgjidhja e së ardhmes? Zgjidhja e së ardhmes, ne po diskutojmë që do të bëjmë një rrugë alternative, pra po shikojmë të 2 alternativat, qoftë ajo ekzistuese e Spatharës, që është edhe përdorur deri diku nga mjetet, nga autoveturat. Ndërkohë nga një diskutim që patëm sot edhe me banorët të zonës, edhe me kryetarin e njësisë administrative, thanë që mund të ekzistojë mundësia e krijimit të një rrugë sekondare këtu në Dragostunj. Po e shikojmë, po e vlerësojmë. Banesa dhe ideja është që do ketë plan evakuimi kur del raporti gjeologjik. Raporti gjeologjik ne e presim nga Shërbimi Gjeologjik, ashtu si kundër edhe nga 3 sondat që u bën. Unë nuk kam inxhinier që do të them sa vonon, kështu që nuk kam një koment për këtë gjë. Nga diskutimet në zonën e banesave nuk ka një plan rrëshqitje, por megjithatë po mbahet në monitorim. Jo shikoni që ka një gatishmëri totale nga të gjithë institucionet, unë jam bashkë këtu edhe me drejtorin e Ekurudhës, gjithë inxhinierët, supervizori, kontraktori, pra ka një gatishmëri totale nga të gjithë. Ju keni qenë vetë prezent, ne jemi 48 orë. U bën një punë kolosale që fatkeqësisht po na bie poshtë, nuk po na rezulton efektive për zgjedhjen që ne donim të jepnim trafikut.